5 muaj pas zgjedhjeve parlamentare, ODIHR publikoi raportin përfundimtar për procesin e 11 majit. Raporti ruan të njëjtat konkluzione që vëzhguesit e ODIHR paraqitën në 12 maj. Zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 ishin konkurruese dhe u zhvilluan në mënyrë profesionale, por u mbajtën në një mjedis të polarizuar ku garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta, është konstatimi i misionit të ODIHR. Vëzhguesit vlerësojnë se kandidatët patën mundësi të bëjnë fushata të lirshme, administrata zgjedhore menaxhoi procesin në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe votimi jashtë vendit u menaxhua mirë. Kritika më e fortë e ODIHR për zgjedhjet e 11 majit është se partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të padrejtë. Vëzhguesit e ODIHR vënë në duke se pati shumë akuza për presion ndaj votuesve, veçanërisht ndaj punonjësve të administratës publike. Raporti përfundimtar ka 25 rekomandime për ndryshimet ligjore që parlamenti duhet i realizojë për të pasur standarde më të larta të zgjedhjeve. Rekomandimet prioritare janë depolitizimi i komisioneve zgjedhore, si dhe marrjen e masave për të garantuar një fushëlojë të barabartë dhe parandalimin e keqpërdorimit të burimeve shtetërore në fushatën elektorale.